Edhe pse pjesës më të madhe të njerëzve në mëngjes ju pëlqen të zgjohen me një filxhan kafe, aq sa është bërë dhe një rutinë e përditshme që nuk ndryshon, shkencëtarët zbulojnë se truri më shpejt zgjohet me një filxhan çaj. Studiuesit britanik përmes këtij studimi kanë zbuluar se çaji jeshil është çelësi i zgjimit të shpejtë. Çaji jeshil përveç të tjera ofron përfitime të shumta shëndetësore, të tilla si përmirësimi i kujtesës e të tjerë. Në këtë studim morën pjesë një grup prej 12 meshkujsh të shëndetshëm, të ndarë në 2 grupe, njëri grup që ka pirë vetëm çaj në mëngjes e grupi tjetër vetëm kafe. Me anë të rezonancës magnetike, studiuesit kanë ekzaminuar efektin e pijeve në trurin e secilit grup, ndërsa pjesëmarrësit kanë bërë edhe një test për kujtesën. Në krahasim me qeflin të kafes, vullnetarët që kanë përdorur çajin shumë më shpejt kanë aktivizuar pjesën e trurit që është e lidhur me kujtesën dhe përqendrimin. Çaji jeshil është i pasur me polifenol. Këto janë antioksidantë të fuqishëm, të cilët shkatrojnë radikalet e lira të trupit. Hulumtuesit më të vjetër në botë për efektin e çajit jeshil argumentojnë se çaji jeshil dhe çaji i zi përmbajnë rreth 8 deri në 10 herë më shumë polifenol sesa frutat dhe perimet. Përveç antioksidantëve, çaji jeshil përmban vitamin C, disa vitamina të grupit B, zink, magnez, kalium, mangan dhe fluor, shumë të vjera për trupin e njerëzit dhe shëndetin e mirë. Ndoshta ky është momenti që ju të zëvendësoni kafe në mëngjesit me një filxhan çaj.